miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për zgjedhjet, për balotazhin e 18 komuna, mes tyre vëmendja kryesore është përqendruar në Mitrovicën e Prishtinë, por kemi edhe Gjilanin, Prizrenin, Pejën, Gjakovën dhe komuna të tjera. Për të folur më shumë për procesin, kemi të ftuar zotin Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Zoti Ibrahimi, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë Dyrbel. Përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit. Faleminderit ju për kohën. Si po shkon procesi atje dhe cilat janë pritshmëritë tuaja? Po, procesi deri tani ka shkuar gjithçka në rregull, nuk ka ndonjë incident të shënuar. Kjo, do të thonë, incidente të tilla nuk kemi pas as në raundin e parë. Po mendojmë që ne si shtet kemi arrit një pjekuri politike dhe zgjedhore. Cikli 4 vjeçar të ne nuk ndërpritet ashtu si në disa shtete në rajon. I kemi qeveri lokale stabile, do të thonë na ka ndodhur shumë rrallë raste kur kemi pas që brenda ciklit zgjedhor 4 vjeçar të kemi edhe zgjedhje të jashtëzakonshme në nivelin lokal. Do të thonë demokracia lokale është stabile dhe po mendojmë se gjithçka do të shkojë në rregull edhe në këto 18 komuna deri në orën 19 kur mbyllen edhe qendrat e votimit. Ju thatë që është stabile demokracia në nivel lokal, me një prej analizëve që po flisja përpara jush për procesin atje, më tha që ti je kryetar komune në Kosovë është luks, sepse ka vetë tim apo jo shi, edhe mund të ketë një skandal, po nuk ka çuar ndonjë ndërheqje. Pra, edhe nuk do ta përfundosh. Po jo, shiko, unë nuk e besoj që kryetarët e komunave këtu e kanë atë luks. Unë jam në kontakt me kryetarët e komunave dhe i vizitoj shumë shpesh komunat dhe brenda ditës sigurisht që çdo kryetar i komunës pret minimalisht 20 qytetarë të komunës përkatëse dhe ka shumë angazhime. Shikoni Dylber se edhe në Kosovë, po edhe në shtetet në rajon edhe te ju, jeta zhvillohet në nivel lokal. Dhe hallet e qytetarëve, spari, kryetari munduhet t'i zgjidh. Në Kosovë, domethënë qytetari spari shkon troket në dyert e komunave, në dyert e kryetarëve, në dyert e drejtorëve komunal që t'i çojë hallet e veta edhe të kërkoj përkraje, edhe pse në disa raste ndoshta qytetari nuk është i informuar saktësisht se kush është kompetent për çka, mirëpo unë me plot gojë mund të them që të jesh kryetari i komunës në Republikën e Kosovës ki përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse duhesh me atë buxhet që e ke ti dalësh në përkraje në ndihmë qytetarëve të një komune përkatëse. Pra, nuk besoj dhe nuk mendoj që kryetarët e komunave zhvillojnë një jetë luksi ashtu siç pas ka thënë një opinionist apo ekspert. Ndoshta kjo që thoni ju është arsyeja edhe që i ka lënë pas në tasi që kemi pas edhe koalicione në nivel lokal, atë që nuk po e shikojmë në nivel qendror. Po edhe në të kaluarën kemi pasën koalicione, sepse kemi procese shumë të rëndësishme. Flas për momentin, duke qenë se është mjaft e polarizuar situata politike në Prishtinë, nuk kemi qeveri, ndërkohë që mungesa e qeverisë nuk e ka sjell, pra nuk e ka penguar që të kemi koalicione në nivel lokal, qoftë edhe brenda opozitës, por edhe të vetëvendosjes me partitë e tjera. Po për këtë arsye theksova pak më herët që në Republikën e Kosovës kemi arritur një pjekuri politike dhe zgjedhore. Domethënë nuk edhe pse ndoshta ka kundërshtime apo polarizime në nivelin qendror, shihet kjo që në nivelin lokal kemi një situatë tjetër. Domethënë partitë politike bëjnë koalicione në mënyrë që të shtyjnë disa procese zgjedhore, jo vetëm për të dalë i pari i komunës, po edhe i shikojnë ka aspekti strategjik se sa numra do t'jenë në kuvendin komunal, në mënyrë që t'i kalojnë disa, për shembull buxheti komunal duhet të kalohet me shumicën e thjeshtë në kuvend komunal, për këtë arsye janë të domosdoshme në shumicën absolute të rasteve koalicionet në për kuvend komunal. Ka dhe raste tjera kur duhet bëhen koalicione në mënyrë që të shtyhen proceset në të mirë të qytetarit. Ju ka kënaqur oferta e kandidatëve që kanë paraqitur? Po shumica absolute e kryetarëve që kanë pas këtë pozitë deri në 12 tetor kanë kandiduar edhe për një mandat, shumica absolute e tyre, gjithashtu edhe drejtorët komunal edhe anëtarët e kuvendeve komunale, shumica e tyre kanë rikandiduar.
dhe po shpresojmë që qytetari do ta jap verdiktin e vet sot në 18 komuna, sepse në 20 komuna tjera vetëm se e dim rezultatin, dhe po shpresojmë që qytetari ka arritur që t'jetë i vetëdijshëm që nëse një kryetari komune i ka përmbush zotimet cilat i ka dhënë para fushatës zgjedhjeve të kaluara, do të votohet, mirë, po nëse nuk janë të kënaqur, atëherë dhe ata nuk do t'i marrin votat e qytetarëve. Domethënë në Republikën e Kosovës, siç jeni në dijeni, kemi shumë parti politike dhe jeta në nivel lokal pluralizmi politik është shumë i theksuar, po çka është me rëndësi, Dylber, është që deri më tani nuk kemi pas ndonjë incident apo diçka për të intervenuar nga organet e drejtësisë, dhe po shpresojmë që derisa të mbyllen qendrat e votimit kemi një proces të tillë të qetë dhe i cili përmbush edhe standardet e kërkuara evropiane. Për ju, deklaratat e Kurtit kanë qenë presion mbi pushtetin lokal, mbi kandidatët, mbi për buxhetin, për ndarje të mthet thash? Për këto tema do të mund të bisedojmë pas ditës së sotme, sepse nga pozicioni ku vi, ndoshta mund të shihem se kam ndonjë ndikim në procesin zgjedhor, kështu që ju mirëpres në çdo ditë pas ditës së sotme të deklarohem edhe për këto probleme, sfida që i ka pas pushteti lokal gjatë 4 viteve apo 5 viteve të fundit. Ju falenderoj për mirëkuptim në këtë çështje. Patjetër, edhe diçka të fundit për kuriozitet. Ne këtej drinit kemi kryetarë që janë në mandat të 7 dhe 8 rresht. Po andej kush është me rekordmeni? Po deri më tani kemi pasur kryetarin e komunës së Fushë Kosovës, i cili këtë herë ka vendosur që të mos garojë, domethënë ai ka qenë që nga viti 2000, se në atë kohë dhe në vitin 2007 neve nuk kemi pasur kryetar me kompetenca ekzekutive, po kemi pas kryeshefin ekzekutiv i cili ka pas kompetencat ekzekutive, dhe që nga viti 2000 deri në 2007 ka qenë kryeshef ekzekutiv, pastaj nga 2007 deri tash ka qenë kryetar komune, po kemi kryetarë cilët kanë qenë të involvuar në këto procese në jetën e pushtetit lokal, për shembull kryetari i komunës së Lipjanit ka qenë kryeshef ekzekutiv, pastaj kryetar, pastaj ka shkuar në parlament, po shikoni, kjo është sharmi i demokracisë, Dylber. Nëse qytetarët janë të kënaqur me performancën e kryetarit, atëherë mund të rikandidojë përsëri dhe ta marrë besimin e qytetarit. Neve në Republikën e Kosovës nuk e kemi të kufizuar kandidimin e kryetarëve për sa mandate, dhe po mendojmë që derisa qytetarët janë të kënaqur dhe derisa qytetarët kërkojnë atë kandidat që të kandidojë për të qenë qytetari i parë i asaj komune, atëherë dhe me legjislacion nuk mund t'ja mohosh një gjë të tillë. Mund të falenderoj shumë për bisedën dhe panoramën që të sollet nga Kosova. Ishte kënaqësi, Dylber, ju dëshiroj një ditë mbar. Sukses.